Martini një fitore e merituar dhe shumë emocionuese. Kam bindjen se nuk keni shijuar ndonjë ndeshje në një fitore më shumë se sot. Po, është vërtet. Edhe sot bëm atë që nuk bëm në ishën tjetër duke fitu 2-1 dhe duke fal golin e barazimit të Gnatjes. Sot rregullum atë gabim që bëm atje, vujtëm për shumë minuta, po thuj se realisht Dinamo ishte më mirë se na në pjesën e dytë. Vujtëm, lujtëm me sakrificë maksimum, edhe dëmtum, edhe me probleme, edhe keshë ndeshje karakterit, po ndeshje që vlen shumë sepse janë 3 pikë. Profesor, pas ndeshjes trajneri daja një prononcimin për Rëdëshët tha që vllaznisë kemi mësuar si duhet futbolli. Keni një koment për këtë? Me thonë unë këtë punë, mirë se kam lujtë futbol dhe të vllaznia, po ka njerëz që s'kan lujtë futbol kur s'kan këtë drejtë, sepse vllaznia dhe Dinamo janë legjenda me lojtarë të fushë dhe mësoj. Gjithsesi, unë them që sot Dinamo ishte më mirë se na, lujti më mirë se na vuni vështirësi, mandej thash, e rëndësishmja e kësaj gjajet është marrja 3 pikëve, sakrifica e djemve që nga minuta parë dhe minutë 95, 97, lanin gjithë shanë fush, edhe bravo i qoftë, jam krenar për të. Sa i karikoj deklarata juaj para ndeshjes profesor? Nuk e di, duhet me pyet djemt, unë jam thjesht një nërta. Përveç lojtarëve karikojnë fakte tifozërinë, sepse ishte tepër aktive ditën e sotme dhe në fund kishte një falënderim për to. Unë jam dhe kam kënë gjithmonë me bëjnë një futbol fair play në gjitha drejtimet. Po kur shoh që i dalin punës për para, vinë losin karshines dhe bëjnë presion, karshi arbitrave, karshi njerëzve, manej aty dal edhe unë pak nga vetja. Mu më pëlqen vllaznia si që ka luajtur gjithmonë, shembull, edukata në maksimum, e pranoj, pavarësisht sot se pranosha, e pranoj edhe duhet rokitën e kundërshtarit kur lot mirë, por kurse si nuk mundesh me ofenduj qytet. Çfarë kishte më shumë kjo ndeshje profesor? Kja kishte shumë, sepse e disha që është ndeshje e vështirë, e disha gjendjen fizike të futbollistëve mas këtyre peripecive që kishim kalu, edhe prandaj ishte shumë e rëndësishme fitoria, aq më tepër që kishim një rival që u dote më shkput, sepse me thënë drejtën edhe në fazën e parë kemi luajtur më mirë se ata, po kemi humbur. Sot luajtën ata më mirë se na, fituam. Thotë se Dinamo ju vuj në përqërsi. Ku shfrytëzoi ekipi mik që mori e përsin territoriale? Unë them që shënum golin, e arrit me atë që deshën për paraneshjes. Normalisht është kur bëhen të domosdoshme marrja 3 pikëve, përgjegjësia shumë e madhe. Në ato momente të pjesë dytë, fillimin e pjesë dytë, u tërhekme sepse e doshim e pa tjetër këfitore. Normalisht nuk e kërkum, por jam i vetëdijshëm dhe i kuptoj lojtarët sepse gjendja aty në thash nuk ishte aq e duhur. Profesor, Kallakun që do li dëmtuar në Barret ka diçka serioze? Kallaku ka luajtur dëmtuar edhe këtë ndeshje edhe ndeshjen tjetër që kena luajtur në Rogozhin. Është dëmtim i vjetër, shpresoj që mos jetë i madh dhe besoj që është i madh, por gjithsesi edhe nëse do të jetë, do ta çojmë jashtë jetë për rikuperimin patjetër. Unë i kam thënë djemve që duhet të mbyllim të dyja fazat dhe do të kërkojmë të harrojmë vendin e parë. Jemi 1 pikë plus me 2 ndeshje që kemi bën në fazën e parë, kemi humbur me Dinamon, kemi fituar me Gnatjen, kështu që një barazim atje dhe një fitore sot jemi 1 pikë më tepër. Kështu që besoj të djemë, besoj verbrisht të ta, besoj të karakterit tyne dhe bashkë me këto tifozë që ishin stadium shpresoj të dorë. Këti tani që ke pak gjitha ekipet, kë shikon si rivalin kryesor të vllaznisë për titullin kampion? Se ta përshihet që vllaznia është për mund partën rivalin kryesor. Unë shoh me thënë drejt, shoh Partizanin dhe Tiranën. Partizanin dhe Tiranën. Profesor, pas pushimit ekipet kombëtar rikthenin fushë përsëri. Diçka për ndeshjen e ardhshme. Është shumë e rëndësishme rikuperimin këto 2 ditë që do jemi pushim, do të mbledhim gjitha forcat për me vazhdu më tej, do të na kthehet Bismarku, do të na kthehet Droz, do të rritet gjendja e lojtarëve që janë dëmtuar dhe po losin me gjysmëkamet. Kështu që mendoj që do jemi më mirë, do jemi më të freskë, do jemi më të gatshëm. Profesor, deri tani keni qenë shumë në këmbë tokë sa i përket titullit kampion. Sa herë ju kemi pyetur? Ka marrë më shumë formë tashmë kjo vllaznia drejt titullit, jeni pak më i hapur? Senat, unë e kam thënë që nuk munden e më mshi mas gishtit. Kur unë e kam thënë që futbollistët e mi janë më të mirë, nuk e kam deklaruar. Por, sot e them më me bindje, sepse karakteri tyne e kërkojnë me ngulm dhe e marrin atë që kërkojnë. Ne do t'ulemi në kam tokë, kemi ndeshje jashtëzakonisht vështirë me Partizanin.
sepse kemi 2 javë pushim, por mendja ne që janë partizanin vjen shumë shpejt. Qojmë këta 2 ditë pushim dhe mendja të shtrojnë as stërvitjes, tulim kokën fort, punojmë fort, sepse si jemi as në gjysë rrugës, unë e di se çfarë do të thonë një pushim 2 javor që do na shërbejë jashtëzakonisht shumë. Kam djem me moshtë pjekun dhe gjithë secili edhe në qoftë se unë do t'jem euforik pavarësisht se jam, sepse e di mirë se çfarë do të thonë kjo punë, atë janë gjithë me kanë tokë, janë gjithë për ulun, punojnë si qetë nga mjesi deri në dorë, edhe kjo është ajo që më motivon edhe më bën me kanë më me besim te kjo gjë. Ndeshjen e kaluar pati pak luhatje, portieri gjerman, por sot ju mbajti në lojë, sinqerisht. Po futbolli është i tillë, nuk mundesh me shit një portier ose një lojtar në momentin që është keq. Unë kam qenë futbollist vet, kam pas ndeshje të këqija që normalisht ndeshjen tjetër do është me kanë stol, por besimin edhe të emin edhe të lojtarëve e kishte, edhe mendoj që na shpërbleu më së miri. Faleminderit ju.